Një marrëveshje nënshkruar mes Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe Institutit të Ekspertëve Fiskale prezantuar si ndihmë për bizneset, por rezulton të jetë shumë më komplekse nga sa është komunikuar publikisht. Pas premtimit për një platformë falas për fiskalizim dhe kontabilitet të ofruar nga kompania private SmartFin në bashkëpunim me QKB-n dhe IFN, bisedat e siguruara nga CNA mes bizneseve të reja me IFN dhe SmartFin zbulojnë konfuzionin e shkaktuar dhe mungesën e transparencës. Në bisedat që po publikojmë këtë të shtunë dëgjojnë përfaqësues të SmartFin dhe IFS, të cilët japin shpjegime të ndryshme për natyrën e bashkëpunimit me QKB-n dhe periudhën falas të aplikacionit, duke i lënë bizneset në pasiguri se kush qëndron realisht pas këtij shërbimi, shteti apo një kompani private. Në një nga bisedat, një biznes i ri kontakton kompaninë SmartFin pas marrjes së një emaili që e njoftonte për një fiskalizim falas në bashkëpunim me QKB-n dhe IFN. Në fillim, operatori SmartFin shpjegon funksionet e programit duke theksuar se është falas deri në janar 2026, por më pas pranon se nuk dihet çfarë do të ndodh pas kësaj periudhe. Kur biznesi pyet nëse është një program i ofruar nga shteti, përgjigjja e SmartFin tregon konfuzionin që ka shkaktuar komunikimi publik i nismës. Sipas SmartFin, ky bashkëpunim lidhet me marrjen e të dhënave bazë të bizneseve përmes sistemit të QKB-s, duke lehtësuar regjistrimin në platformë, por fakti që SmartFin përfiton një akses të drejtpërdrejtë në të dhënat publike të regjistrimit të bizneseve krijon një avantazh që operatorët e tjerë privat nuk e kanë. Ka një email nga ju për një fiskalizim falas nga që thoshe me QKB-n me institutin. Nuk ka ardhur një email të lidhur me aplikacionin e SmartFinit. Po. Unë jam biznes i ri dhe jam e interesuar normalisht. Atëherë, SmartFin është një program financiar dhe kontabiliteti që ofron mundësinë mbajtjes së zonave të biznesit tuaj, si që janë programet e tjera financiare, Finanspay dhe të tjera. Po. Është një program shumë i automatizuar, i cili ju lejon të mbani facturat mujore, raporte financiare, pagesë, menaxhim. Nuk besoj se do më duhet kaq i zgjedh më afër, sepse unë sapo e kam hapur dhe nuk është shërbime do kem. Po ideja është që unë isha më interesuar për këtë të çështjes falas. Po pra, deri atëherë, SmartFin deri në janar 2026 në falas. Ne nuk kemi ende një njoftim për vazhdim se si do jetë, por që deri në janar 2026 të falas. Ka vite në treg, si aplikacion dhe falas ka qenë deri në sot, por që nuk e dim se çfarë mund ndodhi më tej. Por që gjithsesi, klienti do të lajmërohet fillimisht më përpara, para se të bëhet pjesa e pagesë e tarifimit, domethënë. E kuptoj. Mund të vazhdoni jetën, që do ketë tarif ose nëse jo. E kuptoj. Po, aty thoshte që ishte edhe QKB-ja dhe unë kontaktova me QKB-n dhe më thanë që nuk kemi. Nuk është se është QKB-ja, është në bashkëpunim me pjesën e QKB-s, në faktin e rrjedhjes së atyre të dhënave që mund të interesohen. Për mos bërë juve një sistem në pjesën e regjistrimit të një klienti, më thënë. Po? Ju bëni thjesht emrin ose niktin dhe atje marrin të dhënat automatike vinë direkt nga QKB-ja. Që marrë thjesht marrja të dhënave automatike. Për klientët që do më duajnë mua nëse do shes me klient? Po. Se unë me kështu. Këto gjëra, domethënë nuk është se ka një pjesë bashkëpunimi domethënë që të thuash të marrë QKB-n telefon. Mendova se ishte sa ti thoshe bashkëpunim nga QKB-ja dhe mendova se mos ofronte shteti si program këtë falas. Jo. Është një program nga një kompani shqiptare. Domethënë është një kompani si gjithë kompanitë e tjera që më kanë kontaktuar që kanë mirë. Po, për thjesht diferenca për mes nesh është që deri në për kaq vite sa ka qenë, është falas dhe vazhdon ende të jetë falas. Besojmë se edhe në vazhdim mund të jetë për disa paketa, por që ende nuk kemi një informacion të saktuar. Në një tjetër bisedë, biznesi kontakton Institutin e Ekspertëve Fiskal për të marrë më shumë informacion mbi marrëveshje në fjalë. Përfaqësuesi i EFS pohon se aplikacioni është në bashkëpunim me QKB-n, por sapo pyetet për periudhën pas përfundimit të ofertës falas, EFS shton se nuk e di se çfarë do të vendos kompania. Po për momentin, po për më mbrapa? Po më mbrapa, nuk e di si do vendosi kompania. Kështu që është më mirë të kontaktosh me ata të SmartFinit për të ta sqaruar pak. Po jo, jam akoma më interesuar për këtë të QKB-s, aty thoshe që është edhe miratuar nga QKB-ja. Po, është në bashkëpunim, patjetër, është e miratuar. Thjesht për të vazhduar më tutje është e mirë që të flasësh me ata të SmartFinit.
Nëse do keni një pagesë për më vonë apo jo, dhe sa mund të jetë pagesa. Okej. Sepse unë nuk i kam këto informacione për momentin. Pra edhe vet IF, organizata që ka nënshkruar marrëveshjen me QKB-n, nuk disponon informacion të plot për modelin e biznesit, tarifimin apo afatin e shërbimit falas. Redaksia e CNA-s më herët ka kërkuar zyrtarisht informacion nga QKB mbi bazën ligjore të marrëveshjes me IF-n. Në përgjigjen e saj, QKB nuk ka dhënë shpjegime të detajuara për mënyrën se si është përzgjedhur SmartFin, nëse janë bërë konsultime me operatorët e tjerë private licencuar, apo nëse është kryer ndonjë vlerësim indikimit në treg para nënshkrimit të marrëveshjes. Bisedat mes bizneseve SmartFin dhe IF nxjerrin në pa edhe më shumë situatën problematike, ku një bashkëpunim publik-privat po perceptohet nga bizneset si një shërbim shtetëror falas. Në praktik kjo krijon konfuzion në treg, duke i dhënë SmartFin një pozicion të privilegjuar përballë konkurrentëve të tjerë që ofrojnë shërbime të ngjashme me pagesë. Në mungesë të transparencës mbi kriteret e përzgjedhjes mbetet i lartë rreziku që ky projekt të shtrëmbrojë konkurrencën dhe të vendosë një kompani private në avantazh të padrejtë falë mbështetjes institucionale.